Teuta bën detyrë në shtëpi, duke fituar me një rezultat tenistik 5-3 kundër Progradecit, duke bërë kështu që titulli të vendoset për javën e fundit të Superligës. Një ndeshje me 2 tablo për Dursakët, me një pjesë të parë më shumë se perfekte nga djemtë e detit, ku kanë shënuar plot 4 herë në portën liçenorëve, dhe një pjesë e dytë ku Dursakët vetë kënaqur nga avantazhi 4-fisht, lëshojnë terren duke rihapur një ndeshje 100% të hipotekuar me 3 golat e posuar nga Progradecarët. Minutat e para të takimit flasin për vendasit, që e fillojnë ndeshjen furishëm në krahasim me një javë më parë, ku Dursakëve u janë dashur vetëm 3 minuta lojë për të kaluar në avantazh, me një 11 metrash të transformuar në gol nga mbrojtësi Korçar Osmani, duke vënë në shenjat e dura ndeshjen kundër Progradecarëve. Goli i shpejt i ka bërë me krap vendasit, ku në minutën e 20 me Jakupin shënojnë dhe golin e dytë, duke i presh shpresat liçenorëve të dalin me pikë nga Niko Dovana, fakt që përforcohet më shumë 5 minuta më vonë, kur vjen dhe goli i tretë për Dursakët me Nikën, gol që hipotekon 3 pikëshin për djemtë e detit. Duke mos mjaftuar 3 golat e shpejt, në minutën e 39 vjen dhe goli i 4 për Dursakët me Tahirin, një nga golat më të bukur të tjerë, pse jo dhe një nga më të bukurit të sezonit aktual. Pjesa e parë kështu mbyllet me rezultatin e pastër 4-0 për vendasit. Faksionin e dytë, miq duke parë se nuk kanë çfarë të humbin, e filloi më agresiv dhe gjej një gol të shpejt me Hermina Zërin, duke bërë sfidën pak më interesante, por goli i Hoxhës në minutën e 58, duke sigurisht ka vënë kapakun kësaj ndeshje, duke çuar prapë dizavantazhin për liçenorët në plot 4 gola. Bazën në minutën e 67 dhe Klogjeri në të 72-ën, me gërat e tyre provojnë të rijapin një takim, që duket që në minutët e para se si do të shkonte, por minutët e mbetur nuk mjafton dhe Dursakët arrin të mposhtin liçenorët me rezultatin 5-3. Teuta me këtë 3 pikësh mbetet ende në lojë për ta fituar titullin, por kuptohet, gjithçka është në duart e Skënderbeut, ku vetëm nëse Korçarët nuk arrin të fitojnë nga Progradecit në javën e fundit të Superligës, atëherë hapet drita jeshile për Dursakët, të cilët duhet të marrin 3 pikët e veta ndaj kurtanëve dhe ta kenë një sy e një vesh nga betejë e fqinjve luklindor. Një barazim pa shumë kosto dhe pa rëndësishëm mund të përkufizohet ai që Kamza arriti përballë Kastriotët në kryeqytet. Me 27 pikë kryeqytetasit e vegjël kishin siguruar pjesëmarrjen në play-off. Dhe takimi përballë krytanëve nuk kishte presione dhe trysni ekstra. Për miqt, ky ishte zyrtarizimi i lajmit që një javë përpara përfundimit të kampionatit nuk kanë shansa të pretendojnë për një vend në Europa League. Kastrioti nuk arriti të përfitonte në këtë mënyrë nga hapi i falë si flamurtarit në Peqin. Nga një gol për çdo skuadër për një pikë në përfundim të 90 minutave. Ky ishte skenari i sfidës Kamza Kastrioti. Pas një pjesë të parë të përfunduar në shifrat të bardha ishin vendasit, ata të cilët kaluan të parët në avantazh. Në minutën e 59, fal një goli të shtuar nga Karapici. Për miqtë e drejtuar nga Andrea Marko, barazoi rezultatin Jetmir Sefa në minutën e 76. Me 7 fitore, 6 barazime dhe 12 humbje, Kamza pozënohet në vendin e 11. Ndërsa Kastrioti me 11 fitore, 5 barazime dhe 9 humbje, pozënohet në vendin e 5. Mjafton një gol i shënuar nga Bekim Bala, që Tirana të mposhte Laçin në fushën e Asiansit të Krujës. Një fitore dhe një ndeshje që luaj thjesht për statistika, pas se 2 skuadrat ishin jashtë çdo objektivi. Bardëbute kishin siguruar vendin e 3 në kampionat dhe flamurtar nuk paraqiste një kërcënim. Ndërsa kurbinasit e përparim Dajuta kishin siguruar mbijetesën kohë më parë. Dhe nëse nuk do të ishin ato 6 pikë të hequr nga Federata Shqiptare e Futbollit, diskutimi sot mund të kishte qenë krejt ndryshe. Sulmuesi Shkodranu turgua Isak në minutën 26, duke i vënë në jetë golin e tij të 13 sezonal. Pretendent vetëm 4 javë përpara për të shpallur kampion, Bardëbute ulën e Rubios, e pan veten shumë shpejt jashtë garës për titull, por të paktën tregohen kavalier, duke respektuar kundërshtarin dhe garën e tyre. 15 fitore, 5 barazime dhe 5 humbje. 32 gole të shënuar dhe 21 të pësuar. Këto janë shifrat e rekordmenëve të futbollit shqiptar, një javë përpara përfundimit të sezonit. Në aktin e fundit të presin Kamzën në mini derbin e kryeqytetit. Një incident i rëndë ka ndodhur dje në stadiumin e Peshqinit, ku është luajtur ndeshja Shkumbini Flamurtari. Burime pranë FSHF konfirmojnë zërat e shumtë se pak para fillimit të ndeshjes Shkumbini Flamurtari, deputeti i Peshqinit, Dashnor Sula, ka shtënë në fillim me armë në korridoret e stadiumit Peshqinit për të ushtruar presion dhe skuadrës kundërshtare dhe gjyqtarëve të ndeshjes dhe më pas në ambientet e jashtme të stadiumit. Një incident i tillë konfirmohet edhe nga burime në skuadrën Vlonjate, edhe pse pas këtij momenti gjatë zhvillimit të ndeshjes është vënë re prezenca e forcave të shumta të policisë dhe forcave të ndërhyrjes së shpejtë
Drejtuesit e policisë së këtij qyteti kanë mohuar zërat se ka patur të shtëna armësh, ndërkohë që kanë pranuar se ka patur tension para dhe gjatë kësaj sfide. Ka reaguar edhe vetë deputeti Sula, i cili ka mohuar kategorikisht që të ketë pasur të shtëna me armë në korridoret e stadiumit, ndërsa Shkumbini rrezikon penalizime nëse në raportet e vëzhguesit dhe të deleguarit të FSHF-s vërtetohet një gjë e tillë. Për sa i përket ndeshjes javës së 25, ajo ka qenë gjatë gjithë kohës së tensionuar dhe me ndërhyrje të ashpra, sidomos nga vendasit. Shkumbini e ka fituar takimin 1-0, fal një penallti të shndërruar në gol nga Diop në minutën e 58. Peqinasit sigurojnë qëndrimin në Super League, ndërsa flamurtari ka siguruar pjesëmarrjen në Kupat e Evropës. Lajmi më i kopshëm për botën e futbollit tashmë bëhet zyrtar. 18 fitues të kampionatit shqiptar, 13 fitues të Kupës së Shqipërisë. Një nga skuadrat më elitare në kryeqytet të futbollit shqiptar, Dinamo, bie në kategorinë e parë. Një vrimë e zezë, e cila kohë më parë thithej dhe Partizanin, një tjetër legjend. Tashmë sezoni i ardhshëm, larg vëmendjes mediatike, larg tifozërisë. Kategoria e parë do të ketë luksin të shijojë një derbi të vërtetë, Dinamo Partizani. Keqartë dhe për tifozat më fanatikës të Tiranës, të cilët shihen derbi do ta shijojnë vetëm përballë Kamzës. Gjithnjë nëse dhe Kamza Lit arrin të mbijetojnë. Kampion vetëm 2 sezon më parë, një skuadër që fitonte titullin kampion pa luajtur fare fazën e tretë, detyronte shumë. Këtë sezon askush nuk pati mëshirë për blut kryeqytetas. As Vllaznia, e cila edhe pse jashtë çdo objektivi kanë poshtur skuadrën e Mërgjyshit me rezultat në pastër 3-0. Askush në botën e futbollit nuk ndihet mirë për këtë fakt, pasi një nga akademitë më fantastike në Shqipëri do të heshti. Ashtu siç ndodhi kohë më parë dhe me Akademinë e famshme të volejbollit. Për kronikë pasi kjo është gjëja më e parëndësishme, golet për Shkodranët u shënuan nga Sykaj, Petrović dhe Olci Gocaj. Tomori është zyrtarisht në play-out, një javë nga fundi i Superligës. Zyrtarizohet fati Beratasve, të cilët nuk mundën të shpëtonin ndeshjes shtesë. Në ndeshjen luajtur dje në Berat, skuadra e Ernest Gjokës është kënaqur me 1 pikë në takimin përballë Bylis, si 2-2 kanë përfunduar 90 minutat e luajtura. Për vendasit, të 2 golat mbajnë firmën e sulmuesit të talentuar Endri Bakiu, i cili ka tundur rrjetën mike në minutat 63 dhe 87. Ndërsa për Malla Kastriotët, golat janë shënuar nga Izu Çuku dhe Shoshi. 15 gola për Bakiun këtë sezon, vetëm 2 më pak se krye gola shënuesi Dervishi. 28 pikë Tomori, zyrtarisht në play-out, vetëm duhet të presë me kë kundërshtaret do të përballet, ndërsa Bylisi i mbylli llogarit këtë kampionat në mesin e lartë të tabelës së klasifikimit. Skënderbeu të mbetet vetëm një akt i fundit për të luajtur dhe më pas të shpatë zyrtarisht kampion për sezonin 2011-2012. Derbi Juglindjes përballë Pogradec nuk pritet të pengojë armatën e Stanislav Levit. Aq më tepër që korçarët po kalojnë një moment shumë të mirë në këtë fund sezoni, fakt të cilin e provoi dhe skuadra e Fierit. Në Korç festa është e gjitha për Skënderbeun, të cilët mposhtën Apollonin me rezultat në pastër 2-0. Dëshira e madhe për të mbrojtur titullin kampion bën që korçarët ta nisin fuqishëm takimin përballë Apollonis, por e kanë të vështirë të deportojnë brenda zonës së reptësisë. Thjesht të reklamojnë një 11 metrash, i cili bie në vesh të shurdhët. Ivan Gvozdenović humbet mundësinë më të mirë në minutat e parë për të kaluar Skënderbeun në avantazh. Teksa me portën boshatisur nuk arrin të koordinohet saktë për të dhënë bardhë kuqve avantazhin shumë kërkuar. Gjergj Muzaka vjen në një version kamikaze, duke mbrojtur syt dhe duke dërguar topin në rrjet. Me soshori përfaqësuesit shqiptarë shërbet në zonë nga kapiteni Blendi Shkëmbi dhe me kokë dërgon vendasit në avantazh. Një gol i cili sjell pasojë vetëm për fierakët, por dhe për vetë Muzakën, i cili nuk ka kohë dhe mundësi të shijojë një gol të tillë, pasi qëndron i shtrirë për disa minuta. Davor Bratic që bën gjithçka mirë me fillimin e pjesës së dytë. Godet fuqishëm për gjë në pozicion portieri Moçka, i cili reagon saktë, duke larguar një moment të vështirë nga zona e tij. Dhe mban ende gjallë shpresat e Tautës për një surprizë të mundshme. Julian Gërxha bën me zemër tifozët e pranishëm me të majtë drejtëruese, e cila prehet vetëm në traversën e shehit. Në shifrat e 1-0, titulli kampion lëkundet seriozisht në minutën 75. Dhe kjo vjen nga këmbët e kapitenit të fierakëve, i cili ekzekuton një goditje të rrezikshme që nxjerr jashtë lojë shehin, por jo fat në portierit Dursak, pasi sfera përplaset në travers. As Shpëtimoçka dhe as e gjithë skuadra e Apollonis nuk mund të ndalin festën e fitores në Korç. Kampionët të fuqi vuajnë deri në minutën e 90, duke lënë gjithçka pezull, por në momentin më përcaktues në apel thirrën 2 kampionë si Allmuça dhe Xhafaj, 2 lojtarë ekspertë, të cilët projektojnë dhe gol në qetësisë. Allmuça krason në zonë për Xhafajin, i cili me kokë shënon dhe dërgon në delir 3-1 Levi.
Një fitore në shifra 2-0, që ka mba më barë dhe kuqt, vetëm një kat larg titullit kampion. Mjafton të fitojnë ndeshjen në fundit përballë Pogradecit. Dhe zyrtarisht do të jenë kampion të rikonfirmuar në një sezon ku me merit mund të quhen kampion të vërtet.